Ju përshëndet zonja dhe zotrinj, ju uroj mirë se ardhje. Do të flasim për reformën territoriale, po jo vetëm, jo vetëm në këndvështrimin e diskursit publik, ndarje kufish apo jo, apo edhe mishmashi i diskursit politik ende të paqartë në fakt për qytetarët, territorialja që edhe nëse i referohemi institucioneve ndërkombëtare kërkon një gjithë përfshirje të klasës politike për të qenë pastaj modeli më i përshtatshëm dhe më i dobishëm për qytetarët. Ky është qëllimi i bisedës Minutat në vazhdim. Lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është zoti Agron Haxhimali, drejtori i Institutit për Bashki. Mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Haxhimali, unë ju lexova dhe u ndalova shumë seriozisht në të gjitha pikat që kishit renditur juve sa i takon një reforme të njëanshme, nëse do të ndodhte sërish. Sepse kjo reformë që kemi është pjellë e një qëndrimit njëanshëm politika. Edhe një e dytë e njëanshme vetëm do ta thelloj më shumë krizën në tërë dimensionet politike, sociale, ekonomike, të shërbimeve publike, të balancave, të perceptimit të shoqërisë, nuk do krijojë një stabilitet për vendin, për komunitetet të ndryshme, por mbi gjitha do jetë edhe një vatër e nxehtë debati, një vatër infeksioni që do ta mbajë temperaturën e lartë të Shqipërisë, edhe për interesat tona për jetën e brendshme, por edhe për interesin ton që lidhet me antarësimin në Bashkimin Evropian. Pse them këtë? Sepse të futesh në Evropë do thotë kesh një maturi, një pjekuri politike, një stabilitet, mos kesh nota arrogancë, të kesh një strategji të qartë se si kërkon ta zhvillosh vendin, jo me dorën e hekur, jo me peshën e votës, por me konsensusin, me bonsensusin, me përfshirje, me transparencë. Kjo është shpirti i komunitetit evropian, që të dakordsohen për çështje që kanë të bëjnë me interesin e gjithë komunitetit, por atje duhet shkojnë të përgatitur me këto vlera. Në qoftë se edhe këtë reformë e bëjmë po me atë agresivitet që ndodhi vite më parë, e para do të tregojmë që jemi tipik shqiptar, tipik ballkanas dhe konsensusin dhe pjekurinë politike kemi me nota të ulta. Haxhimali, po jo vetëm agresivitet, po ka një nxitim të pa justifikueshëm të paktën nga mazhoranca me tone kërcënuese, pastaj nga ana tjetër opozita që herë fliste për bojkot, tani flasin se i kanë bojkotuar, ka një kakofoni që qytetari me të drejtë nuk di çfarë po ndodh. Si e gjykoni ju këtë situatë politike? Shumë pyetje mirë. Ti marrin të dyja anët. Maggioranza shumë e pasinqertë, në fakt, shumë ka notat larta të propagandës dhe shumë hileqare. Pse them unë këtë? Sepse deri para 2 vitesh, maggioranca e mbronte këtë model qeverisjes vendore si suksesin më të madh në Shqipëri, ndonjëherë në 150 vite Shqipëri, në Ballkan, në Evropë, në rajon, sukses i madh. Gjë e cila nuk ishte sukses. Unë kam folur me ju në studion e juaj që ne kemi folur ende pa miratuar reforma territoriale. Këto rezultate sot i kishim pritur ne, por jemi koherent. Dhe para 2 vitesh pat një komision tjetër bipartizan, unë kam qenë angazhuar aty. Dhe fatkeqësisht të dy palët dolën me raporte ndryshme. Maggioranca tha ne kemi raportin, kemi analizuar që kjo reformë është një sukses i papar, nuk kemi nevojë të ndryshojmë kufit territorial, por mund të bëjmë rregullime administrative dhe ecim përpara drejt këtij suksesi. Tashmë një vit a 2 pas kësaj u kujtua maggioranca që jo, po kjo reforma duhet ndryshuar kufit administrativ. Por në atë kohë
opozita prezantoi me të drejtë, ishte në drejtën e vetë, dhe këtu nuk kam asnjë lloj kritike për opozitën dje. Pra, ajo tha, për ne kjo reformë ka qenë e dështuar, shumë gabim që nuk u futëm në komision herën e parë, tani ne vim me një model tjetër, që të mbajnë këto bashkitë si që janë 61 bashkitë, po të krijojmë disa bashki rurale, aty ku është e nevojshme, mundshme, e përshtatshme me nevojat që kanë komunitetet, në ato bashki ku potenciali, energjia, pushteti, burimet e kësaj bashkie nuk shkojnë në këto njësi, sepse janë të zmërduara. Ato do jo, po kjo s'është e mirë fare, ne nuk duhet të ndryshojmë kufit me këto reformë që kemi bërë ne, mund të shkojmë 30-40 vite pa ndryshuar. Pra tash ajo për këtë të ndryshoj, pra kur e kërkonte PD-ja ajo tha jo jemi mirë. Tash ti po e kërkon kjo, po kjo tashmë krijon një mungesë serioziteti dhe për majorancën. Megjithatë, fakti që po pranon ta ribëj, ka pranuar se nuk ka funksionuar, ka pranuar dështimin. Pra, e paqëndrueshme, jo shumë serioze, jo shumë propagandistike, majoranca në fakt. Kjo është e vërteta. Shkojmë tek opozita. Opozita për mua mjaftot të thonte kishte një mendim strategjik më të qartë, me thënë të drejtën, sepse edhe kritikove reformën. Njëherë çove një variant diku te 90 bashki dhe komuniteti e deshje të lloj rasti, çonte pushtet më afër qytetarëve. Tashmë me këto lojrat i do futem, s'do futem, kam instrumenta dhe mekanizma e këto burokraci. Unë ndjemi keq ardhur që një parlament në vitin komision parlamentar në vitin 2026 të merren me erdhje njoftimi, s'merr njoftimi. Kjo tregon një papjekuri institucionale totale, mungesë serioziteti në fakt, por kjo nuk është çështje për mua, çështja që ndron themel, cili është themeli i gjës që deklarata me nota shumë të ashpra, arrogante e Ramës, që ato po erdhën në komision mirë, po se erdhën akoma më mirë, pra ajo ndjesia, akoma më mirë, pra ai relaksi që merrte me vetën, që po se erdhën, shikoj mirë, se kjo torta o gjitha jona o e daj si du, po pse ore kjo gjua që flitet me shqiptarët sot, po pse kështu flet një politikan me eksperiencë me 3-4 mandate, po kjo është krejtësisht e patolerueshme, po kjo e patolerueshme më tepër duhet shkojë në veshin e qytetarëve që duhet të jenë më reagues ndaj këtyre deklaratave. Ne jemi të parë që nuk duhet të pranojmë deklaratë të tilla, duhet i kundërshtojmë. Por opozita ndonjëherë dhe mbylla duhet të ishte me një mendim strategjik më të qartë. Pranoi të ishte në komision, ajo e dinte që debatin me numra, debatin politik e ka humbë, se s'ka numrat, por të paktën të qëndronte në komision, edhe apeli im për të është të rri në komision, me dignitetin e saj, dignitetin përfaqësues e ka 600.000 e 700.000 votues që i ka pas vetes, antar, simpatizant apo dhe më gjërë që presin ndryshim dhe ndryshimin e presin nga opozita dhe ajo të thot aty atë mendim të cilën, atë alternativë, atë model për cilën ajo si parti demokratike, si parti e djathtë, si parti konservatore mendon që ky model që propozojnë ato për qeverisjen vendore është modeli më i mirë, duhet ta bëj në vot, pastaj nuk ke ç'të thush Eliana, nuk futen shqiptarët në konsensus, nuk gjejmë rahatinë me njëri tjetrin. Kështu që ai ka votat, mund ta bëj, edhe këtu demokratët mund të jenë atë drejtën që çfarë do ne të themi, fjala jonë edhe sikur të jetë gjetja më gjeniale e opozitës, do të hidhet poshtë. Po do hidhem se ka kartoni, por ama qytetarët kanë dëgjuar një të drejtë, një të vërtetë, një gjë që është e mirë për to. Axhimali, pse e reduktoi qëllimisht, thoni ju, diskursin politik publik të reformës territoriale vetëm në ndarje kufish? Nuk dëgjoj të flasim për demokracinë vendore, për cilësinë e shërbimeve të qytetarëve, për transparencë, llogaridhënie, rregullat e funksionimit, burime të huaja e tjerë. Pra, reforma territoriale që ka vetëm ndarja e kufive që më lejo ta them edhe këtë,
bëhet për efekt zgjedhor, elektoral, përgjithsisht? Sigurisht efektet e tilla ato i kanë, sidomos nëse do jetë e tillë, pra kur bëhet nga partia, nga qeveria, pra nga partia në pushtet, ajo konsiderohet një reformë për interesa politike, nuk konsiderohet reformë shtetërore në kuptimin e mirë të fjalës që përfitojë gjithë reformë kombëtare, përfiton cili do qytetar ku do të jetojë në qytet, në fshat, në zonat më të thella, më të ulta, apo kudo ai ta ndjejë që kjo reformë është bërë për mua. Për të më lehtësuar për të më lehtësuar mua shërbimet, për të më dhënë akses tek qytetarët, për të më dhënë drejt për të votuar, për të zgjedhur përfaqësuesin tim, për ta marrë shërbimin më afër aty ku jetoj unë, për të kontaktu me drejtuesin tim, të zgjedhurin tim sa më pranë. Kjo i ka këto efekte, nëse perceptohet e kundërta pastaj që është një reformë vetëm e një anshme, është e bojkotuar, ka shumë, pra dilema mirë ka bërë PD-ja që nuk ka marrë pjesë që mbështet opozitën dhe i pjesë tjetër grip, pastaj krijojnë atë iluzionin, perceptimin që e ka bërë ashtu si që ka dashur, ka kriju këto bashki, si që kryuar në 2015, një për këtë parti, 2 për LSI-n, 3 për partinë e drejtave të riut, dhe thot ne jemi të lënë jashtë, së ndjehemi të barabartë, së ndjehemi të përfaqësuar, bie notat e pjesëmarrjes politike, ekonomike, sociale, të pagesës së taksave, të kontributeve për vendin. Pra të gjitha këto janë me nota negative. Por diskuri është shumë i gabueshëm në fakt dhe nuk është as pak profesional. Qeveria kishte shumë mundësi tonte, po ne po hapim debatin për ta reformuar pushtetin vendor, por megjithatë kërkonte herë një falje për gjithë ato që nuk janë realizuar. Për ato që u thanë para 10 vitesh. Që do shpenzojë më pak para nga buxheti i shtetit, që ata si gjë janë harxuar vetëm më shumë. Si gjë ato, shiko progresi shumë i limituar dhe ky progres i limituar ka edhe ky notat pra e ka atë vlerën e shtuar më tepër nga dinamika e përgjithshme e zhvillimit, jo tamam nga puna mirë e sistemit qeverisjes vendore. Pra jo nga harta që bën, por nga ndryshimet e gjithë kuadrit legjislativ. Por gjithsesi ato thonë, do hapin këtë çështje, hajde të ulemi bashkë me konsensus sa më të gjerë. Mos të fillojmë ke numri. Numri është ajo që rezultanti e fundit do vinë te i numër, se s'keç të thuash, por ato duhet kërkonin model, cili model i shkon më mirë naturalitetit shqiptar, historisë, gjeografisë, ekonomisë, kulturës tonë, historisë si jemi. Edhe numrit popullsisë, me këtë popullim duhet marrë dhe ajo në konsiderat. Shiko, duhet marrë, por nuk është, duhet marrë, por nuk është kusht, sepse reforma që kemi sot ne kanë ndihmuar mjaftueshëm për popullimin. Çfarë duhet të them, në qoftë se ke një zonë të vogël, po territoriale, në qoftë se ti ke një komunë apo disa fshatra apo ku diun që po boshatisen, ato janë boshatise, i ke hek shkollën, çerdhen, kopshin, i ke hek dhe bashkinë. Dhe tash çfarë do të bëj? Thotë unë do shkoj me zgjidh problemet në bashkinë qendër, po shpërngulem plotësisht në qendër dhe le atë kapitalin atje se s'ka kusht të punoj, do lej tokën, arën, fushën, baktin dhe vinë pasojat zinxhiri ekonomik. Pra nuk duhet futet, është faktor demografia për të ripar, po jo detyrimisht. Pra reforma territoriale se bëjnë dhe një gabim, këto thonë gjithmonë BE-ja, zero kritere ka BE-ja për reformën territoriale dhe organizimin e bashkisë, BE si të kesh qef për shtate, si të vinë më mirë naturalitetit të Shqipërisë, po pse them ka disa njësi qeverisjes vendore, disa bashki, disa komunitete që janë shumë larg, po kjo s'do të thotë edhe që kanë pak popullsi, mund të kenë shumë sipërfaqe, kjo s'do të thotë që ti mund t'i mbyllësh. Roli i shtetit është të sigurosh vazhdimsinë, të sigurosh që ato qytetarë të qëndrojnë atje, ti më mirë çoju akses dhe pushtetin atje afër, se sa t'ju largosh edhe të marrësh dhe qytetarët me vete dhe të lejnë vendin bosh atje. Pra të krijojnë këto dinamikën demografike me nota shumë negative.
vendet të ndryshme kanë modele të ndryshme. Por shkojtë rasti i Kroacisë, ne kemi parë me disa parlamentarë para 2 vitesh në Kroaci. Kroacia diku 3 milion banor, ka 550 njësi qeverisjes vendore. Edhe ne i pyetnim për reformën. Ato thonë që dim këtë çështje, por ne nuk mund të ndërhyjmë, thotë, arsyeja është fare thjesht. Ne po përpiqemi, ka pak kosto për t'i mbajtur, po më mirë investojmë ne që të marrim institucionin e bashkisë atje me ato qytetarë, edhe pse janë pak, po mjaftueshëm që t'ju krijojmë ato komoditet që të kenë përfaqësuesin e tyre, drejtuesin e tyre, të zgjidhin ato set problemesh të nevojave komunitare aty ku janë, jo t'ju zgjidhim ne në qendër, sepse ideja është që ato të rrinë atje, se po netën atje do punojnë, atje do ndërtojnë ekonominë, atje do ndikojnë dhe për pjesën tjetër. Ne tashti e futëm në një situatë krejt ndryshe. Pra ka nga modelet nga më të ndryshme. Edhe në Shqipëri mund të nëse marrim Kosovën, Axhimali. Edhe Kosova, po dhe Kosova ka, në mos gaboj 28-32 se mbaj me numrin e njësive. 82 njësi vendore ka Maqedonia. Po kështu Mali i zi dhe ajo ka 33. Shiko, një shifër po ju jap, numri mesatar i popullsisë për njësi qeverisjes vendore në Bashkimin Evropian është 5.800 deri 6.000 banor. Ne sot e kemi një goxhat lart, pra shumë lart. Pra nuk është çështje numrash, nuk është çështje se nuk ka një formulë që do të thotë një shtet me këtë X popullsi duhet të ketë X komuna, apo X bashki. Një bashki që të krijohet duhet të ketë X popullsi. Pra nuk janë në Bashkimit Evropian, po themi se asnjë kriter që është propagandë krejtësisht e kot. Është krejtësisht e kot. Dhe më lejoni zonja dhe zotrinj t'ju sjell në vëmendje që zoti Axhimali sapo është kthyer nga një konferencë ndërkombëtare, formësimi i ripërtëritjes demokratike, dhe sot e kemi ftuar si një nga specialistët njohësit më të mirë në fakt të çështjeve vendore, por edhe si drejtori i Institutit për Bashkitë. Axhimali, po grupe interesi, le të themi, janë pyetur, janë dëgjuar, janë thirrur? Shiko, shumë faleminderit që solle në vëmendje çështjen e konferencës në Strasburg e organizuar nga Këshilli i Evropës mbi rolin e shoqërisë civile dhe partneritetit që duhet të ekzistojnë dhe lidhet me pyetjen tuaj. Shiko, Leana, tashti janë vetëm 4-5 muaj nga mbyllja e kësaj reforme deri në korrekt. Kërkojnë nxitim shumë të madhe, energji shumë të madhe. Okej, ti po thu, qeveria thot, po i kemi gjithë, se kemi dhe eksperiencën e para 10 viteve, o them, okej, i kemi. Por, a ke kohën fizike të organizosh grupet e interese, se ka 2 gjëra. Shoqëria jonë nuk është aktive, nuk është proaktive, fatkeqësisht, e kemi reagimin, kështu ne presim, po e bëri qeveria shumë mirë, brava, i di vetë qeveria këto punë. Ne kemi kulturë interesante këtë punë, por s'kemi që duhet të ndryshojmë. Në këtë rast, në fakt, duket falenderu që sot në vëmendje këtë pyetje, unë bëj apel për gjithë grupet e interesit, organizata, shoqata të ndryshme, grupe, partit vogla parlamentarëse, dhe kjo është një problem shumë i madh në fakt kur themi të përfshirët PS-ja dhe PD-ja, po shumë mirë, po me thënë drejtën i përkas asaj, ne gjithë përfshirëse, pra çdo aktor tjetër, të jemi sinqert, sepse edhe një parti me 2 deputet, me i deputet, por edhe parti jo parlamentare, për hir të së vërtetës duhet të jenë pjesë e këtij spektri, të japin ndihmën dhe kontributin e tyre. Cili do komunitet, kryetarët e bashkive, këshillat e bashkive të qarqeve, cilin do institucion, universitetet, akademia, që t'jenë pjesë e këtij debati. Mos pritni që t'ju vi ndonjë ftesë, edhe pse mund t'ju vi nga komisioni, por secili nga ju duhet të jetë aktiv, të propozojë ato modele, jo harta domosdoshmërisë, po t'japi mendime dhe rekomandime. Kjo reformë tashmë mendoj që për këtë kohë kaq shumë të shkurtër ka nevojë për shumë mendje dhe shumë energji, po vetëm energji pozitive. Në qoftë se këtë hartë, në këtë moment, këtë ndarje territoriale e bëjmë për interesa elektorale, dëmi do jetë shumë i madh për në aspektin ekonomik, social, politik për Shqipërinë, dhe do na rëndoj, do mblidhemi pas 10 vitesh për të ndryshuar prapë. Reformat tilla, Eliana, bëhen shumë të rralla
në vendet e Evropës. Studiojnë preja 10 vitesh. Fjala reform këtu Axhimali ka marrë një inflacion të pëparë, është gati zhvlerësuar. Është zhvlerësuar shumë e drejtë. Kur thua reform, qytetarët më shumë se sa të gëzohen, friksohen. Po, është e vërtet, në fakt, nuk e kemi trajtuar fjalën reform ashtu siç duhet, edhe vërtet është edhe kur institucionet dhe kur e përdorin dhe kur bëjnë një ligj për ose një ndryshim ligjor, një akt ligjor për ndryshimin e policisë bashkiake, thotë, kemi bërë reformën e sistemit policisë bashkiake. Dhe unë filloj të lexoj, aty thuhet vetëm që komandanti i policisë nuk do të emërohet më nga bashkia, do të emërohet nga ministria. Edhe ca gjëra. Pra s'ka ndryshuar po asgjë fare, sepse reforma përfshi kuadrin ligjor, institucional, organizativ. Pra e kemi shumë. Raportohet edhe kjo si një ndryshim komplet i funksioneve. Po pra reformë të thosh strukturën, bësh një arkitekturë tjetër. Aty kishin ndryshuar vetëm dy nënë, thashë, sa mirë do bëjnë reformën për policinë, dhe fillova të lexoj. Aty kishin vetëm dy gjëra shumë të vogla. Është një qasje e gabuar me nota propagandistike, por nuk shërben, shiko, ajo nuk shërben për ty e për mu që merrem me këtë çështje, por më vjen keq që ja hedh në tryezë, në pjatë qytetarit, të thjeshtë që ai kur dëgjon reformë është gjithmonë prishmëria e tij është kështu. Ore, çfarë do përfitoj unë sonte ndar kur dëgjoj lajt unë dëgjova këtë nesër kur ty në fuqi ky çfarë ndryshon ke jeta ime, ke familja ime, gjyshi, nëna, prindis, fëmijët, përfitoj në gjë, sa akomodohen interesat e mia, aty s'ndodh asnjë gjë. Pra fjala shumë e madhe, akti ose ndryshimi është shumë i vogël. Shumë e drejtë Axhimali. Sa i takon në ndryshimeve rregullatore për zbutje e risqesh, kërkesa të reja, angazhimi koordinuar, të gjithë këto fjalë që i ka marrë nga qëndrimet tuaja, në fakt. Çfarë do të sugjeronit ju shkurtimisht Axhimali, se e di që s'keni pas kohën ta merrni seriozisht. Shiko, këtë nxitimin propagandistik për cilin folëm. Është nxitim, thash, është me rrisje shumë të mëdha, pra se thash në korrik duhet të mbaroj. Më kupton tash për të bësh një analizë shumë të mirë, duhet të bësh analizën çfarë nuk ka funksionuar dhe pse do të shkosh këtu. Tash këtë nuk e ke bërë, këtë e di se ku do të shkosh, tregoj që nuk je në rrugën e duhur, por gjatë kësaj, pra nga mungesa analizës deri tek objektivi që ti ke, ty të duen që për ta bërë sa më serioze këtë, duhet të jesh më tolerant për gjithë përfshirës, duhet të aftosh të krijosh kushte opozitës si opozit parlamentare dhe grupeve të tjera të interesit të vinë rrotull teje. Kjo është mesazhi që kam në fakt. Ai pushtet politik që kanë ato e kanë, tashmë nuk kemi ç'ty bëjmë atij pushteti, e kanë le ta mbajnë, por duhet ta shfrytëzojnë me ndershmëri, pavarësisht se si e kanë marrë. Tash ti paktën e ke marrë këtë. Kur thoni ndershmëri. Jo, po, e ke marrë, pra si e ke marrë këtë pushtet, do ta bësh këtë reformë, tash ti mos shfrytëzo kartonin tënd 83 vota, po thuj po, ky un jam tash ti. Duhet ta bëj këtë reformë. Eci kontriboni të gjithë. Po jo ti thu eci kontriboni të gjithë, po do të bëjmë vetëm 20 bashki apo 30 bashki. Nuk është kjo reforma. Hajde, çfarë do të bëjmë me grupet e interesit, si mendoni? Territori ka nevojë për të rregulluar? Territori shkon tek numrat. Bukur. Çështjet administrative, çfarë kompetencash do t'ju japim? Se ti policinë bashkiake, komandën e more ti, transportin lokal publikun e more, lokalin e more ti, lejet e ndërtimit i ke more ti, ujësjelcat, mbetjet. Atëre, çfarë i ke lënë po çfarë po ju leti tash ti këtyre? Duhet rregullojmë te. Okej, po këtu pranoj dhe gjë tjetër, që okej, është në drejtën e vet, tot nuk jam analiza më çoq që nuk po i performojnë mirë. Ju a marrin setin e funksioneve. Dhe e ka thënë në fakt. E ka thënë në fakt. Numrat e caktuar bashkisë janë të falimentuara. 50% e tyre. Po pra po të marri përgjegjësinë se para 10 vitesh për këto bashki do t'i bëjmë kështu që të jenë të suksesshme. Tash i pas 10 vitesh dështuan, kush e merr përgjegjësinë e dështimit? Merr përgjegjësinë e dështimit, pastaj hajde t'i japim rrugë zgjedhje. Por le të themi, dakord thot, po. Çfarë kemi këtë decentralizimin? E duam të njëtrajtshëm apo duam simetrik apo asimetrik? Si e do PS-ja, PD-ja, partitë e vogla, ato shkojmë te simetria, ai që e bën le ta bëj, ai që se bën nuk e bën. Iku. Si do ta bëjmë sistemin financiar?
ku do gjenë taksa të ardhurat bashki, do i mbledhin vetë, një thotë i mbledhin vetë, apo ti mbledhin ne dhe i ndajmë ne, hajde bim dakord dhe për këtë. Si dhe bëjmë sistemin zgjedhor, ta zgjedhin kryetarin drejt për drejt, apo ta zgjedhin nga këshilli. Ta zgjedhim nga këshilli, okej, vazhdojmë me këtë, ta zgjedhim të japim 3 herë mandate nga 4 vjet, apo ta bëjmë nga 2. Unë jam për 2, le të themi tim, një thot 2, një thot 3, dhe hajde kështu rregullohet kjo nëse e kanë seriozisht. Do të bëjmë vetëm llogari për procese zgjedhore. Po bone këto llogari që unë do ta hek X që mos përmend emra tash sepse është bo e sikletshme kjo. Do heq këtë njësinë administrative këtu, do ta çoj atje sepse atje kam humbur një deputet për 20 vota, këtu mund ta fitoj për 150 vota. Po bone këto histori pastaj atëre ka të drejtë. Nuk është më reform. Nuk është më reform. Tash shiko, sot ne kemi këto bashki që kemi me probleme sepse vërteta është qeveria që shumë e ashpër në fakt i ka ndihmu, para ju ka dhënë, por një kontroll politik shumë të fuqishëm edhe ato trajtoheshin si zgjatime të qeverisë. Trajtoheshin si institucione si stacione elektorale. As pak si demokraci funksionale. Dik demokracia funksionale sidomos me 30 qershori 2019-s, nga bojkoti i turpshëm dhe skandaloz i opozitës, që i fali 61 bashki maggjorancës, aty vdiq demokracia lokale, vdiq pushteti vendor, vdiq debati alternativa, sepse s'kishte këshilla bashkiake, ishte kryetari i PS-s, të gjithë këshillat PS-s, administrata 100% e PS-s, aty ishte pastaj, imagjino çfarë mjedisi krijohet kur nuk ke një zë të kundërshtoj. Diktaturë, monizëm. Model interesant, model tipik shqiptar. Rast studimor. Jo, ky është vërtet rast studimor. Jo, nuk gjen. Rast studimor vërtet. Shikon, kam thonë diku në atë kohë na duhet. Në konferencat e ardhshme ndërkombëtare Axhimani. Ky kam thonë atë kohë na duhet 100 vjet për të rregulluar demokracinë lokale. Ajo ishte një skandal, si kundër ka pas dhe edhe instrumente të tjera dhe skandale të tjera edhe nga institucionet të tjera. Në hetim e tjere. Po pse erdhën është ditja edhe e fundit. Ja me bindje them, nëse këshillat bashkiak, pra ajo pjesa mungesa 2019 do kishte qenë ndryshe, sigurt që nuk do të kishim pas një numër kaq të lartë kryetarëve të bashkisë në SPAK, sepse këshilli është një presion, një valur presioni, një piston presioni shumë i madh ndaj kur funksionon, tamam kur funksionon. Axhimani, ju falenderojmë shumë. Edhe unë ju falenderoj juve. Edhe për këtë bisedë të radhës, urojmë të kemi ndërgjegjësuar disi qytetarët që t'i marrin më seriozisht. Qytetarët Eliana të bëhen aktivë, të bëhen të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm, të kenë reagim publik. Një shoqëri nuk duhet të flej gjumë, një shoqëri duhet të respektoj parimet e tjetë, taksa paguesi rregullt dhe i përgjegjshëm, por duhet i kërkoj llogari ta ngrejë zërin në kup të qiellit për çdo padrejtësi që i bën qeveria dhe cili do tjetër. Axhimani, falenderoj. Faleminderit juve. Ju falenderojmë edhe ju, zonja dhe zotrin, që na ndoqët.